Të dytë kanë ra dëshmor në një luftë që mahet mend për heroizëm dhe guxim të ushtrisë qëndrore të Kosovës. Ne ishim në shtëpi ato ditë kur ra baba dëshmor këtu të ura posarit. Bëhet fjalë për Eles Gecin e Maxhun Berishën, që kanë ra në betejën e Pozharit. Betejë e cila mohet mend për një fitore të madhe që ka pasur ushtria shqiptare e Kosovës. Si Maxhuni, si Elezi, domethënë dy djem që nuk ju ka trem syni kur, edhe ata e treguan edhe me datën që ndodhi edhe ramja atyne. Elezi, si fëmijë, kur i marr atë poemën, ka fshahur që s'ka për dihet. Ai nuk ka mujt me e bojt pushtetin që. Forcat armike kanë lënë shumë trupa pa jetë në këtë vend, makineri të shkatruara, pjesa dërmuese të tyre e marrë nga ushtria shlirimtare që ka shërbyer për betejat e më të tjeshme të luftës shlirimtare. Të nderuar gjithë pranishëm, jemi sot në përvjetorin e rënies heroike të herojve të kombit Eles Geci Maxhun Berisha. Para se të thrasim një minutë ndërim, ju kisha ftu edhe familjar, po edhe gjithë ata që kanë me vendos lule, le të urdhnojnë vendosin lule, pastaj e thrasim një minutë ndërim për herojt e kombit. Vazhdojmë. هذاك وين هذاك كذا Minimum të taj qikës vogël. Ne u Hasan. Hasan. Një më edhe që të qikës vogël, pak. Që aty, ju ftoj për një minutë ndërim për herojt e kombit Eles Geci Maxhun Berisha. Lavdi, i përjetshëm kujtimi. Është një prej datave shumë të rëndësishme dhe një prej betejave me shumë peshën të kësaj pjese edhe sot ku jemi edhe në këtë përkujtim që e bujmë. Bëhet fjalë për Eles Gecin e Maxhun Berishën, që kanë ra në betejën e Pozharit. Betejë e cila mohet mend për një fitore të madhe që ka pasur ushtria shqiptare e Kosovës. Jo për ka humbje që kanë pësu forcat policore, po tereni edhe pozita, po edhe ona morale, ngritjes moralit të ushtarëve të UÇK-s, po edhe rënia moralit të ushtarëve edhe policëve të Serbisë. Dhe pavarësisht dhëmbjes që kemi pas edhe sot, po shihet me prezencën e njerëzve që nuk i harrojmë, prapë se prapë është një prej fitoreve dhe më një prej rënjeve madhështore, burnore, rënjeve të heroike të dy burrave, Dugaxhinit, që i kanë dhënë nam luftë, i kanë dhënë nam lirisë dhe i përkujtojmë me krenari. I kom parasysh, domethënë familjar, burrat poshëm, burrat tradic, burrat nërshëm, fjalë pak, që kanë bërë rrugë mëdha për marrë deri te kjo ditë, deri te kjo ramje, nuk është e rastishme, është e trashëgume. Edhe shitet të familjet e të trashëgimtarët e tyre, domethënë njerëz që me vazhdimsi kanë punuar dhe vazhdojnë prapë me punu, janë në institucionet vendet, janë ushtarë, janë policë, janë pjesa si më thonë, e ndërgjegjshme, pjesa ose familje që kanë tradit në këtë drejtim. Ne kemi pas pozicionet një 200 metra më poshtë prej kryqit Pozharit, në rati shtepër. U kem qenë unë Alija, Shkëllzeni, edhe shumë bashkëluftëtarë tjerë që kanë qenë me ne. Kem nis një aksion drejt shkollës së Lumardhit, pikrisht me mëngjesin e kësaj dite. Edhe kem arrit që mi marrë pozicionet e policisë serbe edhe të ushtrisë në shkollën e Pozharit, e të Lumardhit. Atëherë kem vazhdu përpjet të i shty deri këto afër dikun. Atëherë na u kam bashkangjitë gjithë ushtarët e brigadës 131, kjo nis prej Daudit edhe Shkëllzenit edhe shumë djemve tjerë që në konë. Edhe na u kanë bashku edhe atëherë kem arrit deri te pika ku
edhe faktikisht pasojat e dim që ka ndodha ditë ndaj ushtrisë dhe policisë serbe. Humbjet kanë qenë të maja për neve, ndona ditë ka ra dhe Maxhuni bashkë me shumë shok tjerë që kemë qenë, këta kanë qenë pjesën tjetër të pozharit, në kanë bashkan gjitë, do me thonë, në dyon pozicioneve, i kemë ngre, i kemë shty policinë edhe ushtrin deri këtu, do me thonë, dhe Kryqi, edhe atë ditë janë plagosë edhe shumë djemë tjerë, Astrit Mehmeti, shumë djemë që mos t'ju hinë, Hak Mehmna, Blerim Bajrama, shumë tjerë, po ka qenë një luftë normale pa barabartë mes forcave policore ushtarake serbe dhe forcave tona, po kem arrit që t'i shtymë edhe t'i zhvendosim përgjithmonë prej këtu. Ka qenë pozicion shumë të afërta, do me thonë ne kem luftu muri, dhe pjesëtarët e policisë serbe kanë qenë disa kulla këtu që ma tash nuk janë i kanë zhvendosë ose i kanë kallë. Do me thonë prej pozicionit ku nuk e kem ditë ku janë pozicionuar forcat serbe, po konë shumë pozicion i afërt, edhe normal që është pritë rrezik që mundet edhe mu vra dikush dhe mu plagu dikush, po do me thonë vullneti shumë i madh i ushtarëve të brigadës 131 edhe i djemve që kanë qenë pjesë e asaj dite, do me thonë nuk ka pas ndalun. Paraprakisht kem arrit me i shty gati forcat serbe deri në Deçan. Po të ju falemnderu gjithë atyne djemve edhe gjithë atyne që ranë për këtë ditë, ne sot e gëzojmë gjirin. Ne si pjesëtar të brigadës 131 kem qenë gjithë një farforme mu ime qujtë vlezër, edhe komunikimi mes neve ka qenë shumë i mirë dhe pse pjesa ma madhe për shembull kanë qenë udhëhec me grada, po në pozicione edhe në rova ose kudo tjetër kemi qenë bashkarisht çdo herë, edhe kanë qenë dy djemë, dy trima si Maxhuni, si Elezi, do me thonë dy djemë që nuk ju ka trem syni kur, edhe ata e tregun edhe me datën që ndodhi edhe ramja atyne. Dëshirë Gecaj, bazni me Elezin, bashkë fratar, bashkë luftar krejt. Elezi, një arsu dhe Maxhuni Berisha, dytë si adhetar, dytë përbujtën të përsekutum deri pikën e funit. Në herët Elezi, si thmi, ku e marat poemen, ka fshat që s'ka përdjet, a i nuk ka mujt me e bajt pushtetin qërë. Si thmi o koni përsekutu me familje, me gjithë. Ju ka darë shiri me dalë mërgim. Po, në herë është më këthyve për mërgimit, në përmjet Shqipërisë, me bajt arme, me rëziku jetën e vetë, deri momentin e vdekjes. Nuk ka pushu vjetë asë nëtë. Një arsu dhe Maxhuni. Janë konë dy adhetar, më të devotshëm. Elezi, ka ra ma shumë për Elezin me, edhe kom najtë shumë me tonë. Ai, prej vitit 1980, me vlla, me babë, me kretë familje, i kanë mshelë. Udba dijet serbe, Tahirin e kanë dënuar 12 vjetë. Elezin, me nëzhe e kanë shuë dhe e kanë shuë natën që me pushkatu, me ekzekutu dikun rrugës. Po fati që ka dartë edhe kam për një shmërshëm një në shpi, po dalë mërgim, po këthyje zdisare dhe përmjet shqimis, ka bajt arme. Ka punu për që të popull deri në momentin e fundit. Po të njëjtën gjë ka bodhe Maxhuni. Elezi, si familje, të në kurnat, nuk po e marrë veç kohën e luftën e fundit, po të në luftat. Ka një antar të familje që kanë në. Po është konë gjallë trim, mësimtarë, luftarë, të në. Rritat i ka dhonë të në kretë mundin e vetë, jetën e vetë i ka dhonë për që të taj. Po që ashtu dhe Maxhuni, një familje shumë adhetare, shumë deri ditën e momentit të dhaj që i ka dhonë shpirtin, që të ura përrorit, janë konë dy djemë të po më devotshëm nuk i pasë.
Agron Berisha, familjar i herojt kombit Magjon Berisha. Magjon Berisha ka qenë një personalitet jashtëzakonisht i ndërtuar me triparë të jashtëzakonshme. Ka qenë një djalë i urtë, i sjellshëm për familje, është brëmos shumë herët me idealet patriotike dhe liridashëse. Kjo ka shoqëru për gjatë gjithë historisë së rrugtimit, të ndërtimit dhe formimit të tina, personalitetit tina, deri në rënien e tina heroike, mobilizimin në ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe rënien e tij heroike. Por me fol për betejën e Pozharit, të urës së Pozharit, është një histori në vete, meqense se është një ndër betejat më të lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kjo ngjarje ka ndodhur në mbrojtje të pozicionit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe mbrojtjes së popullsisë civile. Në këtë betejë është planuar zyrtarisht që kanë pësuar humbje të jashtëzakonshme forcat serbe, ndërka nga radhët tona, nga radhët të ushtrisë çlirimtare kanë lënë dy herojt, Eles Geci dhe Magjon Berisha. Forcat armike kanë lënë shumë trupa pa jetë në këtë vend, makineri të shkatruara, pjesa dërmuese të tyre e marrë nga ushtria çlirimtare që ka shërbyer dhe për betejat e më të tjeshme të luftës çlirimtare. Unë e quhem Ali Geci, bashkëluftar i Elesit dhe i Magjonit. Thonë drejten, me Elezin dhe Magjonin, jemi Elezin vëlla Magjonin kushëri. Një lumë në danë me zveti. Tanë jetën bashkë e kemë që imërin, bashkë kemi takuën me mëngjes dhe jemi danë mrami. Mirë po më thonë drejten, në këtë betejë ta është bërë dhe fituese për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Të dytë kanë ra dëshmor në një luftë që mahet mend për heroizëm dhe guzim të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Gjaku i tyne dhe i dëshmorëve tjerë jenë ngurë themelt dhe arkitekt për Kosovën, shtetë sovran dhe i pavarur. Unë jam Ilir Berisha, djalli i herojit Magjon Berisha. Kujtoj mirë ato ditë lufte, na ishim në shpe ato ditë kur ra baba dëshmor këtu të ura Pozharit. Konë ku e vështirë, ditë vështira për nesh, dhimbje, humbje madhe, po tash e kujtojmë me krenari, kujtojmë këto ditë veçanta me shok babës. Krenaria është më e madhe se dhimbja. Edhe përmes sakrificës tyne kem kuptuar sa është lehtë shtëria. Atëherë jam konë 9 vjeçune, kur vikem na vizitu, vikem me shok pe Glëxhanit, pe Ratishit, vikem na vizitu, na folke se sa duhet me dasht Kosovën, se ç'është duhet edhe mas pavarësisë, mas lufte kur të kryhet, që duhet me dash vendin. Ne jem krenar që baba janë ka dhënë jetën për Kosovë. Është dhimbje, po edhe krenarit një të në kohë.